Rikthyer përsëri në këtë transmetim online, jemi në pjesën e dytë të Albania Newscast, mbetemi tek ajo që ka qenë ngjarja më e rëndësishme e vitit, pse edhe një nga ngjarjet më të rëndësishme të këtyre 10-15 viteve të fundit, protesta, si do të vijojë, cilët janë skenar, do flas me dy njerëz që e kanë njohur dhe ndjekin që në hapat e para këtë protestë dhe do ndalemi te gjithë skenarët e mundshëm. Kam Rigert Xhemollari nga Qendresa Qytetare, faleminderit kënaqësi që të kam, dhe Bjorn Runa, gazetar. Faleminderit, kënaqësi që kanë të dyve. Rigert, dua të hapim bashkë diskutimin, ti ke qenë që në hapat e parë, edhe të njerëzit që të një pjesë e grupit të madh koordinues, pra, jo organizator, se ka shumë diskutime edhe për këtë pjesë. Si e ke parë deri tani protestën? E kam parë si diçka unike që po i ndodh Shqipërisë. Sigurisht në fillim nuk kishim këto pritshmëri, sepse ishim mësuar të paktën në protestat e këtyre 15 viteve sa unë kam marrë pjesë, e kishim parë si diçka që rritet, ka një kulm dhe pastaj bie dhe qytetarët shpërndahen. Por kjo protestë ndryshe nga të tjerat ka një qëllim politik, pra kishte një objektiv politik, dorëheqjen e kryeministrit Rama. Dhe duke pasur këtë si objektiv, qeveria e kishte të pamundur që t'i plotësonte kërkesat e saj. Po e krahasojmë me protestën e çmimeve që kemi pasur 4-5 vite më parë, ku qeveria kryoi bordin e transparencës, reduktoi disa nga çmimet, bëri disa mekanizma dhe protesta ra sepse grupe të ndryshme të protestës, siç ishin ata të transportit publik u ribursuan, u tërhoqën sepse morën mbrapsht atë që kërkonin. Në këtë rast qytetarët se kanë marrë mbrapsht akoma atë që kërkojnë dhe mendoj që kjo është ajo që e bën unike këtë protestë, pra protestë qytetare, po me një mesazh dhe me një marsh politik. Unë kam parë aty grupime të ndryshme dhe pankarta për mua që simbolizon këtë protestë është jemi bashk derisa dorëheqja të na ndaj. Që do thotë aty ka shumë grupe të ndryshme, por që janë bërë bashk në një mesazh të vetë. Bjorn, ti si e ke parë dhe si e shikon? Ende, do flasim dhe për të ardhmen. Më është dukur shumë frymëzuese, në fakt ditët e para kur ndodhi protesta nuk kam qenë në Tiranë, kam qenë jashtë Tiranës dhe e kam parë nga ekrani, nga televizioni dhe më është dukur e gjitha shumë frymëzuese, sidomos në momentet e para kur ishte akoma ajo fryma e ambientalizmit, e anti-establishmentit. Ka disa gjëra që mund të them që më shqetësojnë në ditët më pas ose në javët e fundit. Më duket sikur të paktën vizualisht, më thënë, e parë nga ana estetike, nga ana vizuale, po dhe nga një pjesë e parullave dhe fjalimeve, më duket sikur ka një tendencë drejt nacionalizmit, dhe kjo më shqetëson dhe më frikson pak, sepse mendoj që edhe mund të shfrytëzohet nga politikan me prirje populiste të djathta. Por deri tani mendoj që thelbi i saj është shumë i sinqertë, është shumë i drejtë, është një lloj pakënaqësie e madhe me qeverinë padyshim aktuale, po edhe me mënyrën si është bërë politika, siç është thënë në këto 3 dekada. Domethënë është një lloj reagimi ku qytetarët po kërkojnë më në fund që të pyeten seriozisht nga pushteti dhe nga qeveria dhe nga politika dhe të jenë pjesë e vendimarrjes, pasi deri tani kanë qenë pasiv, domethënë janë lënë jashtë çdo vendimarrje. Futemi tek pjesa që është një nga pyetjet që bëjnë të gjithë, madje isha sot në një kafene në mëngjes dhe thoshin njerëzit, po iku Rama, iku Berisha, po kush do vi, po dhe as ka një kokë, duhet ketë një kokë, po jo. Për njerëzit çdo tavolinë janë duke folë për protestën, madje e kanë zbërur dhe botrorin. Edhe në një klub dje ishte kori protestës, Rama jep dorëheq. Imagjino, janë bërë edhe këngë në beach bar. Janë bërë edhe këngë me sa kanë parë të gjitha. Rigert, çfarë do të ndodhi? Cilit janë skenarët? Cili është hapi i radhës? Përveç se do vinë edhe njerëz nga diaspora. Kam parë ose flitet që do jetë një numër i lartë. Ditën e nesërme do të jenë shumë njerëz që do të vinë nga kryeqytetet të ndryshme dhe qytetet të Europës dhe mëngjer, të cilët do të bëhen pjesë e marshimit dhe protestës. Shiko, kur ti kërkon kafe, nuk mund të sjellësh, kamariri nuk mund të sjell pilaf. Që do të thotë, ata njerëzit aty nuk po kërkojnë një parti të re politike. Ata njerëzit aty nuk po kërkojnë një kokë ose nuk po kërkojnë një leadership. Ata njerëzit aty janë shumë të qartë në atë që kërkojnë. Pra kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe shfuqizimin e bazës ligjore e cila e ka kthyer Shqipërinë në një mall tregtie ose pronat e shqiptarëve në një mall tregtie politik ekonomi. Pra të një sistemi të cilin qytetarët
me sa kam kuptuar unë në këto 19 ditë, nuk janë dakord me këtë sistem ekonomiko-politik. Që do të thotë, qytetarët në kafe apo kudo mund të diskutojnë se çfarë mund të bëjë kjo protestë, por unë mendoj që është te mundësive të protestës që të prodhojë një parti, jo vetëm për kapacitetin intelektual që ka, por edhe për atë diversitetin që përfaqëson kjo protestë. Sa e ndryshme është protesta dhe grupet që përbëjnë atë, që do të thotë ka të majt, ka të djath, ka ambientalist, ka feminist, pra nuk e kanë të pamundur këta që është pamundur krijimi i një koalicioni. Është pamundur. Pse një krijimi i një koalicioni ylber, po i quaj unë. Ka patur dhe eksperienca të tilla. Pra me shumë ngjyra, kolorit. Kjo protesti ka dhënë dhe mesazhet e fsheta politike që ndoshta aktorët politik duhet i lexojnë më së miri. Së pari protesta ka thënë ose ka folur qartë me slogane po dhe me fjalime që ata duan që nga jeta politike të largohet Rama dhe Berisha. Së dyti protesta ka bërë bashkë 3 aktorë që duhet të ishin bërë bashkë dhe leksionin e zgjedhjeve e morën pas, që janë 3 partitë e reja. Në shesh është Qori. Ja bërë bashkë apo jo? Protesta i ka bërë bashkë. Protesta i ka bërë, okay. Pra në mënyrë mekanike, por ata duhet të ishin bërë në mënyrë organike. Që do të thotë, ata janë bashkë mekanikisht aty, janë dakord me të njëjtën kauzë, por nuk janë bashkë në letër për të maksimizuar votën e tyre. Kështu që unë mendoj mesazh më të bukur politik që ka dhënë kjo protestë për të paktën për këto 3 forca, që po duan ta marrin, po duan mos e marrin, nuk ka për të dhënë. Edhe për sa i përket PS-s dhe PD-s. Ju ka thënë, pra protesta nuk është kundër partive si PS dhe PD. Pra nuk kërkon shkrirjen. Pra nuk kërkon shkrirjen, përkundrazi aty un kam parë edhe socialistë dhe demokratë që janë pjesë e protestës, por ata janë kundër liderëve të tyre, të paktën 13 vjet e ka qeverisur njëri dhe 13 vjet e ka qeverisur tjetri Shqipërinë, dhe në këto 26 vjet që këta të dy e kanë qeverisur, janë bërë shumë dëm në prona, në ligj, në arrogancë, në korrupsion e tjera. Pra kundër kësaj është kjo protestë dhe mesazhin politik e ka më të fortë se krijimi i një force të re, qoftë ylber, e majtë, djathtë, nacionaliste apo çfarë do që mund të kërkohet. Bjorn, ti si e shikon? Si duhet të vazhdohet? Është kjo vetëm rrugë e dur apo do të ketë një opsion tjetër që është futje ose krijimi një strukture që e lufton sistemin në mënyrë politike zgjedhore? Mendoj që njerëzit që i kërkojnë domethënë protestës, se po fillojnë ta trajtojnë protestën si një lloj trupi ose si një lloj organizmi i vetëm, po njerëzit që i kërkojnë protestës dhe protestuesve që të dalin me një parti politike ose me një grup negociator ose çfarë do, nuk e kuptojnë thelbin e asaj për të cilën njerëzit janë duke luftuar atje në bulevard dhe gjatë marshimeve të tyre. Thelbi është që njerëzit jo vetëm kundërshtojnë politikën aktuale tradicionale, po nuk duan as të jenë pjesë e saj me këto rregulla loje. Pra duan një ndryshim, thirrja është revolucion, pra duhet një ndryshim shumë i madh dhe kauza është shumë e madhe. Dhe nuk besoj se, domethënë, nëse protesta do kishte lider, do krijohej një strukturë politike, do ishte menjëherë e sulmuar nga majoranca, do mund të rrezikonte të kthehej në dekor për opozitën tradicionale. Mendoj që gjëja që duhet, domethënë e them me modesti këtë gjë se unë e shoh nga jashtë, domethënë kam qenë aty si protestues dhe si qytetar, po e shoh nga jashtë të gjithë protestën. Ajo që duhet në ditët në vazhdim është një lloj qartësie pak më e madhe në lidhje me kërkesat politike. Dakord, kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit është e qartë, mendoj se është legjitime. Mendoj se duhet kishte ndodhur dorëheqja në këto 3 javë, por duhet të ketë një qartësi në lidhje me çfarë duan më konkretisht në lidhje me revolucionin, me Shqipërinë e re. Pra slogani Shqipëri e re është shumë e bukur, por është pak abstrakt, domethënë si do jetë kjo Shqipëri e re që kërkohet. Domethënë mendoj që në ditët në vazhdim do duhet një qartësi. Do të futet ndoshta edhe në gjëra politike, programore, po thua, ideore, ideologjike. Programore, ideologjike, po sidomos programore dhe me krijimin e një lloj platforme se çfarë kërkojnë. Rrugës të qëndron si argument? Unë mendoj që qëndron, por këtë s'mund t'ja kërkojmë dot protestës. Unë mendoj që në këtë moment duhet të ishin aktivizuar, ndoshta paralelisht ose në mënyrë proksi, akademik, profesor, katedrat, mendimtar, të cilët her pas here mund të kishin hedhur teza politike për Shqipërinë e re, pra për këtë që
qytetarët e perceptojnë, e duan, por nuk kanë aftësinë për ta përshkruar se si mund të jetë Shqipëria e re. Sigurisht kanë ato tezat e para që duan të jenë që individi të jetë mbi partinë, që ligji të zbatohet një lloj për të fortin e për të dobtin, që mos ketë të fort me bluza të zeza që të rreqin zvarr në sy të policisë qytetarët. Pra, ata në këto 19 ditë e kanë pak a shumë e kanë përshkruar se si ata e duan Shqipërinë e re, por me fjalët e tyre të thjeshta. Tani këtë ata s'mund ta bëjnë dot që ta kthejnë në një platformë politike. Ka 2 ose 3, si thua, aktorë që mund ta kthejnë këtë, ose akademia, ose diaspora e cila po vjen në mënyrë të madhe dhe masivisht me intelektualët e saj dhe po i bashklidhet, ose vetë partitë politike të kuptojnë mesazhin e protestës dhe t'ja u kthejnë atë në platformë elektorale. Më qëndro pak këtu. Partitë politike vetë. Këtu e ke edhe për PS-n dhe për PD-n, pra të reformojnë dhe ato nga kjo lëvizje thua? Unë besoj që kjo është një zhvendosje tektonike që më së shumti duhet të reformoj PD-n dhe PS-n. Ju e pat që një nga deputetet e zotit Rama doli pro protestës, pra dhe një nga deputetet e cila është e re, është vlerësuar në PS, ka qenë edhe objekt debatesh mes të vjetërve dhe të rinjve, kështu që u mendoj hapin që ajo ndërmori. Po që nuk përfaqëson meritokracinë. Po që nuk përfaqëson. përfaqëson. Së vërtetës, me gjithë respektin. Meritokracinë po flas në promovim. Po, domethënë ajo ndoshta edhe vetë e ka thënë këtë në disa për statuseve të saj, qëndrimeve që ka mbajtur në rrjetet sociale, por nuk është ky thelbi, domethënë ideja është që neomalsorët duhet të dalin edhe te PD-ja, edhe te partitë e reja dhe tek PS-ja duhet të ndiqet si model. Për të thënë dhe për të mbajtur një qëndrim që ne jemi me Shqipërinë e re dhe jemi me një model tjetër. Po mos është rreziku i fuzionimit këtu ose inkorporimit të atyre njerëzve që kanë spikatur në protestë në partitë e vjetra dhe kjo mund të sjellë një zhgënjim më të madh apo jo? Jo, domethënë protesta thjesht ju ka ngritur topin. Ju ka ngritur për mendimin tim tek PS-ja Braçës dhe Spiropali, të cilët gjatë gjithë kësaj periudhe po bën një lloj opozite brenda PS-s. Spiropali ndoshta po Braçë hiqe nga ekuacioni. Tregoi që të dy tashmë treguan që janë performativ, që ata po bënin performancë në PS që të binin në sy të kryetarit dhe nuk kishin qëllim dhe as ndonjë mendje që ata të dilnin me një platformë anash. Përkundrazi, zoti Bushati dhe Dade mbajtën një qëndrim protestës, po ata nuk janë tashmë pjesë e strukturave drejtuese të partisë. Njëkohësisht edhe tek PD-ja ishte një sinjal që ata të cilët janë kundër drejtimit të PD-s, sekretariatit apo strukturave të larta që shpeshherë janë shprehur kundër, ju ngrit topi që ata të ishin dhe të dilnin dhe të thonin që kjo protest po na kërkon që zoti Berisha jo të jetë në atë burgun fizik, po të dalë në burgun metaforik, i cili duhet largohet tashmë dhe t'ia lërë partinë atyre që janë më reformator apo për të rritje reale që ata e quajnë. Edhe te partitë e reja, ato provuan të mbledhin njerëz në bulevard, po nuk ja dolën. Jo. Zoti Lapaj, zoti Shea apo zoti Qori. Edhe ata duhet të shikojnë brenda vetes tyre sa demokratik janë. A kanë bërë zgjedhje të partitë e tyre? A janë të hapur sa duhet? A janë parti pronari? Se për kryetari jam dakord. Kështu që edhe ata duhet të shikojnë brenda vetes së tyre për të toleruar dhe për të hapur forcat e tyre ndaj parimeve demokratike. Bjorn, si duke si argument kë? Mund ta zbej apo ta kalojnë një nivel tjetër edhe drejtimin e protestës, po këta individ të cilët mund të merren nga partitë e tjera politike dhe të ketë këtë rinovim të shumë pritur? Kam frikë se mund ta zbej, domethënë mendoj që ajo që po ndodh është një lloj revolte ndaj çdo gjëje të vjetër dhe ndaj çdo gjëje që deri më sot ka përfaqësuar establishmentin dhe figurat e ardhura nga dy partitë që kanë bërë rotacione me njëra tjetrën në këto 3 dekada, nuk besoj se kanë ndonjë gjë të madhe për të dhënë përveç se për ta bërë pisë në thonjza ato që po ndodh, që është e sinqert në pjesën më të madhe të saj. Zhgënjimi im është me partitë e reja që kanë qenë të paktën nga zgjedhjet e fundit deri tani janë munduar të shfaqen si parti anti-establishment. Mendoj që kanë dështuar para protestës në përgatitjen e terrenit, por kanë dështuar edhe brenda protestës, jo për të kthyer në një farë mënyrë në pronar të saj, se do ta shkatronin,
por që njëra prej tyre të mund të jepte protestës dhe lëvizjes ngjyrat e saj. Mendoj që Lëvizja Bashkë e Arlind Qorit e kishte potencialin për ta bërë këtë. Kjo do duhet të ishte një protestë që ata të jepnin tonin dhe ngjyrat e tyre, sepse është në thelb mendoj një protestë e majt që slogani kryesor ka Shqipëria nuk është në shqitje. E majt ideologjikisht. E majt ideologjikisht. Slogani domethënë është një lëvizje kundër këtyre privatizimeve, pa pyetur njerëzit, pa pyetur pronarët legjitim. Diçka dhe gjëja tjetër është që shumica e protestuesve janë të gjeneratës Z, janë të rinj. Pra do duhet që t'i përkisnin në një farë mënyrë Lëvizjes Bashkë, kësaj të majtës ideologjike, sepse janë njerëzit që përballen me pasojat e kësaj politike, janë njerëzit që po hynë në jetë, që kanë të pamundur të blejnë një shtëpi, kanë të pamundur të kenë një jetë dinjitoze. Dhe më ka zhgënjur të them të drejtën pak fakti që Lëvizja Bashkë nuk ka arritur të japë protestës ngjyrat e saj dhe nuk ka punuar më përpara për t'i fituar këta të rinj në radhët e saj. Që të vinte në momentin kur mos nuk e lejuan ose nuk e pranuan apo Bjorni ka një lloj të drejtë sepse Lëvizja Bashkë ishte që në fillim ishte në Zvërnec dhe e nisi ose e mbështeti e para këtë lloj proteste, po mendoj që ata tashmë janë maturuar edhe Lëvizja Bashkë dhe partitë e reja tashmë janë maturuar dhe kanë kuptuar atë që këtyre nuk ju vin vetë. Atëherë ama dhe protesta nuk i nxjerr. Pra ata i pranojnë të treja partitë e reja, edhe kryetarët e tyre. Pra po të shkoj zoti Berisha në protestë jam i sigurt që do ta përzën. Po. Kurse tre liderët e partive të reja nuk i përzën njëri, përkundrazi i mirëpresin dhe janë aty pjesë e protestës. Kështu që ata u mendoj që janë maturuar dhe kanë treguar një lloj integriteti që nuk kanë dashur të vënë thonjt mbi podiumin e protestës. Përkundrazi, 2 ditët e para në podium kanë folur përfaqësues të Lëvizjes Bashkë dhe të Shqipëria Bëhet. Ndërsa ditën e 4 hoqën dorë dhe këta, pra as figurat të dyta të treta të këtyre lëvizjeve nuk u bën pjesë e podiumit apo e foltores. Kështu që unë mendoj që ata e maturuar dhe ata kuptojnë diçka. Sa më shumë të zjas kjo protest me sloganin Rama Hamburg, Berisha Hamburg, aq më shumë të gjenerata Z instalohet e pandërgjegjshmja e tyre që kur të shkojnë kudit e votimit, Ramën dhe Berishën nuk do ta votojnë me pakta. Se tifozllëk është ky, domethënë unë jam bërë me Milanin se baba im ka qenë me Milanin, ose pra krijohet në të pandërgjegjshmen tënde një lloj tifozërie. Kështu që të gjenerat e re, qofshin ata në shesh, ata në klub, ata në koncert. U mboll ideja përtej Ramës, përtej Berishës. Dhe si mund t'ju shërbej kjo partive të reja, kjo është shërben kur të vinë kutit e votimit dhe ka një risk që ata të rriten nga 200.000 vota, po them të 3, mund të shkojnë 400.000 vota, dhe nëse ata bëhen bashkë, janë një poli tret i madh. Është një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë, ose 500.000 ka marrë PD-ja. Thjesht do dy fishojnë votën që morën në zgjedhjet e kaluara. Kështu që unë mendoj që ata po tregojnë të zgjuar për këtë aspekt, por nuk po arrin dot të prodhojnë teza, të cilat i përgjigjen protestës qytetare. Ndërkohë, duhet kaloj pak te pjesa e organizimit. Kush merret me organizimin i Gers, ose çfarë ndodh me fonin, se kam dëgjuar akuza, nuk lejojnë atë, përjashtojnë këtë. Pra si është organizimi, si funksionon? Ato që mund thuan, ose si është? Po patjetër, çfarë di unë do t'i them. Unë nuk kam folur asnjë ditë në podiumin e protestës, ka qenë zgjedhje personale. Edhe për shkak se kam hapësirën time mediatike në media të ndryshme për të thënë dhe kam menduar që aty duhet të flasin qytetar të thjeshtë të cilët kanë ato problemet e tyre. Organizimi është një konglomerat, që do të thotë aty ka një vend të posaçëm e kanë ambientalistët, të cilët e ngritën të parët me çështjen e nartës, kanë ato pjesa e fëmijëve, daullet, kanë flamingot e tjerë. Pjesa e fëmijëve është një pjesë tjetër e sheshit e cila unë po thaj se çdo ditë kam sjell çunin aty që pikturon dhe prindrit me vullnetin e tyre sjellin lapsa, ngjyra, kukulla për të luajtur. Shumë gjë interesante. Dhe gjëja më interesante kësaj është që kur fillon marshimi, prindrit bëhen resht për të mos lejuar që protestat ti kap fëmijë, se ka pasja dy raste ku kanë humbur dhe janë rigjetur. Janë studentët. Unë mendoj që generatori i kësaj proteste janë studentët, të cilët me banderolën e tyre drejtori kryeministrit nuk i ke lar akoma hesapet me studentët,
edhe kjo figurative, ka një energji të jashtëzakonshme, sidomos në marshim dhe disa nga ditët që s'është e lehtë. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Marshimi është. Prandaj jemi gjenerat diku të rinj dhe jemi konsumuar tashmë deri në orën 12. Kështu që studentët janë një gjenerat që besoj e mban me karburant këtë protest. Pastaj janë dhe një grup tjetër aktivistësh të cilët janë bërë pjesë aty dhe janë takuar në protestat të mëparshme, të cilët kujdesen dhe janë mirëmbajtës të lejes në polici, të fonis, të megafonit, shtjen lekët dhe i mbledhin për fonin që e paguajnë. Pra janë disa, po them 30-40 aktivistë të cilët mblidhen dhe bëjnë këtë gjën tjetër. Por ata unë i quaj mirëmbajtës, pra ata janë mirëmbajtës, dihet kush janë sepse kanë lejen në polici. Për shembull, tre që e kanë nisur është Arilda, Albeni dhe Luciana e Eriollit, të cilët e nisën tek drejtoria e policisë ditën e parë protestën për shkak të asaj që ndodhi në Zvërnec, dhe aty panë që kishte shumë njerëz dhe i morën dhe marshuan te kryeministria dhe kjo rutinë është ndjekur. Por unë i vlerësoj për një gjë që nuk e kanë lënë protestën të jetë, domethënë të mos afrohen forcat politike, po dhe të jetë diçka e mërzitshme. Për shembull, ditën e djeshme e vlerësoj që ata e panë që në parlament ishin deputetët, e prerë rrugën dhe krijuan një insinuat aty ku u përballën me disa nga deputetët. Kështu që i vlerësoj shumë për çfarë kanë bërë deri tash, për mënyrën paqësore. Atyre që flasin, si funksionon? Me sa di unë, se kanë parë pak kënaqësi në rrjet. Personat që duan të flasin dhe që kanë një lloj integriteti dhe diçka për të thënë. Mund të flasi. Ata bëjnë një listë çdo ditë dhe tashmë kanë bërë dhe me tema. Ditën e pardjeshme ishin pensionistët, ditën e djeshme ishin mjekët, me tema të caktuara dhe bëhet një listë 10-15 qytetar dhe secili jepet radha me fjala me radhë. Për të fol. Bjorn, ti si e shikon këtë organizim? Ka një grup koordinues, me sa e kemi parë, kemi folur. Me sa që duket që merret me mbarvajtjen e të gjithë gjës. Mendoj që kanë bërë një punë shumë të mirë. Qoftë me mbarvajtjen me qytetarinë që ka treguar protesta, domethënë mënyra paqësore, pastrimi i bulevardit dhe i sheshit në momentin që largohen dhe fillon marshimi. Në lidhje me organizimin mendoj që është fantastik, më pëlqen. Nuk i kanë lënë asnjë shkas, për shembull, dhe ditën e djeshme deputeti Bido provoi ti ngacmonte pak dhe ti provokonte dhe nuk i kanë lënë asnjë shkas për të treguar shenja dhune. Pra ka shumë studime edhe të Harvardit që protestat kur janë paqësore janë më të suksesshme sepse arrin ka dhe fëmijë në mes, arrin që të bini dhe policinë dhe administratën, pra bëjnë shumë aleat në rrugën e tyre dhe ne kemi qenë një ditë aty pranë stadiumit është një shesh me bar, shesh pushim me bar i madh dhe kur erdhi turma që kaloi një ditën kur dhe zoti Rama bëri atë manifestimin e festës të Partisë Socialiste dhe e kam me fotografi se si turma kur pa barin u hap dhe nuk e shkeli asnjë prej qytetarëve, 10.000 qytetarë nuk shkelën asnjë centimetër bar dhe u bashkuan përsëri ande. Kështu që këto janë mesazhe qytetarie që fitojnë zemrat e njerëzve. Absolutisht. Bjorn, nëse Rama nuk ikën, Berisha nuk ikën. Berisha nuk ka ikur edhe kur shpandon grada në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që nuk besoj që do iki me një protestë ose edhe me 3. Po nëse nuk ikën establishmenti vjetër politik, PSBT, ose ata që e kanë kapur, sepse tha shumë mirë, Rigersi mund të ketë një reformim të këtyre partive dhe protesta ja ka arritur qëllimin. Çfarë ndodh? Çfarë duhet bëj protesta? Po nuk mendoj domethënë se protesta duhet përqendrohet vetëm tek ikja e tyre, domethënë sepse këtë duket sikur është kryesorja. Është kryesorja sepse ata nuk domethënë e shohin establishmentin si fajtorin kryesor për gjendjen në të cilën shoqëria është dhe nuk besojnë më që ky establishment e ka kapacitetin që ta korrigjojë veten dhe me të drejtë mendoj. Dhe duhet ketë, prandaj thash pak më përpara që duhet ketë disa kërkesa më konkrete në lidhje me, nuk e di, me transparencën, ndoshta me referendumet, me dhënien e një fuqie politike më të madhe tek qytetarët. Pra duhet rritur presioni që politika dhe qeveria t'i jap më shumë
pushtet dhe më shumë autoritet njerëzve, domethënë qytetarëve, individit, nuk e di, ka mënyra të ndryshme të bërjes së kësaj të organizimit. Po mendoj se ky është pak a shumë thelbi, domethënë largimi i fuqisë nga elita politike dhe marrja e fuqisë nga njerëzit, nga qytetarët. Nëse Rama nuk ikën, nuk mendoj që është një dështim i protestës, madje përkundrazi, kam frikë se do prodhoj një dëshpërim më të madh që mund ta agravoj situatën akoma më tepër në kundërpërgjigje, sepse janë të gjithë të rinj, janë të gjithë njerëz që kanë jetën përpara dhe duke qenë se kanë jetën përpara kanë dhe më shumë ankth për të ardhmen e tyre. Dhe dëshpërimi i tyre nuk është se do i bënte mirë Ramës, as Berishës, po sidomos Ramës dhe qeverisë. Bjorn, si gazetar, në mbledhjen që zoti Rama do bëjë të shtunën me grupin parlamentar, me qeverinë, mund të ketë ndonjë ndryshim? Nuk besoj. Nesër, domethënë. Po, nesër. Nuk besoj që të ketë ndonjë ndryshim të madh. Ose ndonjë reflektim nga kjo që thotë Rigersi me drejt. Nga situata. Po. Nuk më duket se do ketë ndonjë reflektim. Do duhet kishte një reagim dhe një përgjigje sepse janë shumë njerëz atje dhe është një protestë. Ne flasim thaj. Me një Po të prestigj flas vetëm të me madh. flamingot, jo me sorrat. Ajo nuk është përgjigje. Përgjigje do thotë të japësh llogari përpara këtyre njerëzve, përpara kësaj mase njerëzish që ka humbur besimin tek ty. Dhe ai se ka bërë deri tani. Dhe nuk besoj se ka për ta bërë. Tentativa për ta Çfarë ndodh nëse Rama nuk të riqet dhe Berisha gjithashtu? Ndoshta protesta do të quhet, sepse normalisht është diçka biologjike dhe ka edhe ajo kufizimet e veta, por që, siç e tha dhe Bjorni, kjo protestë kur të rikthehet do të jetë ndryshe. Do jetë më e madhe, do të jetë më e fortë, sepse njerëzit tashmë kanë vrarë frikën. Tashmë nuk mund të ndalë dikush. Dhe në 20 ditë kanë njohur njëri tjetrin, kanë krijuar kontakte. Pra, po shkojmë aty. Koordinuesit dinë si ta bëjnë më mirë. Koordinuesit dinë si ta bëjnë. E përmirësuar në një farë mënyrë. Se nuk është se ka protestuar vetëm Tirana, ka protestuar po thaj se mbi 10-15 qytete të tjera, ka protestuar diaspora në shumë qytete, kështu që është krijuar një armatë e madhe njerëzish. Celulari im është bllokuar, në fundjavë bllokohet nga video që më vijnë nga diaspora që duan që t'i nxjerr. Unë i kam nxjerr të gjitha, për të së vërtetës, po bllokohet celulari në fundjavë. Gjermania, Amerika, Italia. Nuk është e rëndësishme ikën apo qëndron Rama tashmë, por e rëndësishme është ky vend. Ka qytetarë që i dalin zot apo nuk ka? Dhe unë mendoj që kemi arritur në stadin që ka. Se si do të vi e ardhmja, kjo nuk mund ta parashikojmë dot, por mund të themi që është instaluar tashmë një institucion, që është institucioni i qytetarit dhe i protestës. Që në qoftë se ti merr vendime të padrejta, sigurisht që do të përballesh me atë dhe me pasojat që vijnë pas. Përveç kësaj, kanë marrë guxim qytetarë të ndryshëm, të zonave të ndryshme, për të rrëzuar garde. Dhe të dielën të rrëzohet gardi Kakomes, u rrëzua gardi i Rjollit. Kanë kontaktuar nga Pogradeci ku është rrethuar një kullot për të bërë panele diellore dhe qytetarët atje janë gati që të përballen dhe ta rrëzojnë gardin. Kështu që ka ndryshuar qytetari shqiptar. Ose ka guxuar, ka fituar aftësinë e guximit dhe sidomos tek brezi i ri që është një gjenerat që s'ka frikë prindrit, jo më kryeministrin e policinë. Mirë, në fund të kësaj bisede, Rigers, faleminderit, kënaqësi, Bjorn, faleminderit. Rigers, ne kemi folur për temat e arsimit bashkë në të kaluarën, po do kemi mundësi t'i trajtojmë edhe ato, por tani vëmendje kemi gjithën te protesta, kështu që faleminderit, kënaqësi që kisha të dyve, Bjorn gjithashtu. Ndërkohë, erdhëm në fund edhe të newscastit për fundjavën, ne do takojmë javën që vjen, do kemi shumë të ftuar, shumë tema, mos harroni na bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja dhe sugjerime, si e kemi thënë bashkë me stafin ton, do t'i shikojmë me shumë vëmendje dhe më pas do t'i reflektojmë në episodet e radhës. Deri atëherë, fundjavë të mbarë të gjithëve.